Ta njerëz, sot për drek kam përgatit kim me vezë ose nërshi qep me voje si i thomi ne. Këtë recetë ne përgatisim shumë gjatë muajit Ramazanit, nuk mungon asnjëherë në tavolinën tonë. Përpara se më vazhdo, do ju lutesha që të mbonit një follow në Instagram, lutem, se më keni lënë pak mas dëre. A ne vazhdojmë po ko, siç e pat kemi marrë shumë qep, unë kam përdor këto qep të kuqe sot. Masi kemi ngrit qepën, dhe morëm një tenxhere, shëm vëjnë e ullinit, dhe shëm qepën, 2-3 thelbi hudhër, një lugë të vogël me krip që qepa zbutet sa më shpejt. A në da shefni dhe më thonë në video se si duhet tjetë qepo. Mas e kemi zbut qepën në volumi është ullë dhe e kalem me një ftere më mrapa dhe shem biber të kuq, në pak djeks, salsa matje, rigonin, i përzim gjitha, shem ujin e nxehtë, e lem të zihet pak ton në ftere, më mrapa dhe e kalem me një tavë, me një temse. Shemën e vezë nalt, unë kumë përdër 6 copë për 6 veta si jemi, pak rigonin sipër, a ne lëmë në furrë për 20 minuta. Kjo ishte receta për sot, inshallah ka pëlqet, neve në bof muer dhe shefmi ke vite radhës. Shet muera i rujt zoti.